Shëtitoria bregdetare lungomare mbetet një nga projektet më të rëndësishme në Vlorë, por për momentin situata duket ende e pashpresë. Qytetarët shprehen se nuk kanë dieni rreth afateve të përfundimit të projektit, e madje as për detajet të tij, pasi ky i fundit është ndryshuar më shumë se një herë. Aktualisht punimet në lungomare vijojnë, por jo me ritmet e duhura, çka i bën skeptik qytetarët për përfundimin e tij në nisje të sezonit turistik. Në fakt, qytetarët konfirmojnë se punimet që janë duke vijuar flasin për një projekt me shumë vlera, por nëse arrihet të përfundohet para sezonit, atëherë lungomare do t'i jepte vlerë dhe më shumë frekuentim qytetit të Vlorës. Mendojmë se po. Deri atëherë mendojmë se po. Janë shtyrë disa herë dhe projektet janë ndruar disa herë dhe shpresojmë që të jetë më e mira, të bëhet më e mira. Kur s'ka për të mbaruar? Kur s'ka për të mbaruar? Pse gjykon kështu? Kështu e gjykoj se s'ka parat i merren kur në përxhepa. Punëtorët kam 5 muaj pa marrë rrogat. Ja ik me në intervistë punëtorët, s'pa marrë rrogat. Po jo, kur s'kam besim tek ta, as kur. Se mos ka ndonjë projekt tash shikojmë që duket është i bukur apo si i keq. Ktu s'ka asnjë gjë, çaj vjen në mendje bëhet. Çfarë vjen në mendje bëhet? Kudo që bëhet ndonjë ndërtesë apo ndonjë ndryshim urbanistik, çfarë bëhet vjet një tabelë aty shikohet projekti. Ktu s'ka asnjë gjë. Nuk dihet çfarë do bëhet, kjo do bëhet rrugë apo do bëhet. Atje do bëhet çfarë do bëhet, sa thon Shatrvan, sa thon. Them se duhet të ecë më mirë. Duhet ishte përmbyllur kjo fazë? Ka fazë. Afati është deri në maj. Faj firmave. Asgjë më tepër. Jo, kështu se kanë zënë jo, sepse kesa llogarit se që ka çorë të gjendë. Nuk pa as puna. Pikë gjatë pa përfunduar ndaj. Si është projekti? Dini ju si është projekti? Jo. Nuk e di. Po ngjisë di shprezo. Shumë mirë. Janë edhe paret madhe në Vlorë, si asnjëherë. Po punë, pa parë, okay. Po punë po puna vinë avashë, nuk vinë me një. Unë di që në Vlorë janë edhe paret madhe, po. Me avashë. Shumë keq. Pse? Sepse kjo duhet të përfundonte, thotë sipas kryeministit në qershor duhet të përfundojë. Kjo do përfundojë për mendimin tim në qershor të 2019-s marron me këtë ritëm që puna që po bëhet. Negligjencë, kërkesë llogarie, s'ka para, atë e di shteti. Po, e vërteta është se nuk punohet. Po projektin e dini ju? Kjo për shembull, ka 5 ditë që s'punojnë fare këto dy makina këtu. Këto që janë përpara. 5 ditë janë tako aty. Gjysma andaj s'është bërë as gjysmë punën, andaj është pa bërë fare. Që nga ajo që i thoshim ne me Saint-Tropez, e deri në fund s'është bërë fare, as është shtruar. S'është hedhur baza. Drita nuk ka, që nga skela, deri tuti është errësirë plot, nuk kalon dot. Se si bëjnë këta banorët, si banojnë në këto pallatet, se unë banoj lartë Vlorë. Apeli është që të mbaroj sa më shpejt çfarë. Lungomare është parashikuar të përfundojë në nisje të sezonit turistik, por problemet ekzistojnë ende, të lidhura kryesisht me vonesat apo mungesën e ndriçimit në këtë segment. Shëtitoria bregdetare është një nga projektet në të cilat po punohet paralelisht në Vlorë, së bashku me disa segmente të tjera rrugore në zonën e Bregdetit, por situata mbetet ende e paqartë për respektimin e afateve të këtij projekti me shumë rëndësi.